رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Vëllezër të ndershëm, sot biidhnillah në këto minuta të shkurta do të flasim për disa gabime që duhen të premesohen në fillim të vitit shkollor. Vëllezër të ndershëm, pasi që jena në fillim të vitit shkollor, urime ju qoftë fëmijëve ton viti shkollor. Lusëm Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu t'ju jep sukses. Vëllezër të ndershëm, pasi në mesin e shoqërisë ka gabime, pasi që në mesin e shoqërisë ndodhin disa sanda kur njerëzit nuk punojnë me dinin e Allahut subhanahu wa ta'ala, kur nuk e qesën në praktik sunnetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Këto gabime, vëllezër të ndershëm, që do t'i cekim sot, jena nis nga një kant që Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Pasha Zotin, pasha Allahun, Allahu ben në Kur'an thot ne do t'i vesëm gjithë ata për ata që kanë vepruar. Allahu subhanahu wa ta'ala bon be në vetën e vetë, pasha Zotin, lanas'alannahum ajma'in, gjithë do të marrën në llogari, gjithë do të marrën në përgjegjësi. Për çka? Për veprat e tyre që i kanë bërë. Prej kanë Vëllezër të ndershëm, ne morëm që të këshillojmë se tash është viti, fillimi i vitit shkollor. Pasi që punëtorët janë kthi prej pushimeve, shumica prej tyre do të thotë që ndodhin gabime gjatë vitit që punon. Vëllezër të ndershëm, pejgamberi alayhi salatu wasalam thot me një hadith: me të vërtet Allahu subhanahu wa ta'ala do ta marrë në llogari çdo përgjigje që është dhënë përgjegjësia. Allahu subhanahu wa ta'ala do të marrë në llogari çdo person që është dhënë përgjegjësia. E hafidhahu, a e ka rujt çat përgjegjësi që është dhënë, am dayahu, apo e ka humb. Të është dhënë ti një përgjegjësi, vëllavi jam. Të është dhënë përgjegjësia që ti mësosh fëmijët e muslimanëve. Nesër Allahu ka më të marrë në pyetje: a ke rujt ti çat amanat apo jo? A ke humb ti amanat apo jo? Musliman ti kanë pru fëmin tuj në bankat shkollor, a ja ke dhënë hakin ative fëmijëve apo jo? Allahu subhanahu wa ta'ala ka më të marrë në llogari. A ke nejt në orarin e punës apo jo? Apo kur ka dal shefi jot jashtë lokalit, ti e ul dhe ke shiku të bështrika dhe hile. Rujna Zot, për këtë Allahu subhanahu wa ta'ala çdo njonin do ta marrë në pyetje, do ta shohë atë përgjegjësi që e ke marrë, a e ke mbajt apo e ke humb. Allah i na rujt, Allah të ndershëm. Vëllezër të ndershëm, normal gabimet ndodhin të punëtor, edhe çdo kush që ka një shef, ai konsiderohet punëtor. Pa marrë parasysh punon me një firmë, a punon në shkollë, a punon dikun tjetër, a punon në ndërtimtari, ai ka një shef mbi kokën e vet. Pa dhe ai shefi ka përgjegjësi para Allahut subhanahu wa ta'ala se ai është përgjegjës i këtyre punëtorëve të vet. Vëllezër të ndershëm,
prej gabimeve që bëhen në fillim të vitit të punës apo në fillim të vitit shkollor, është Allahu të ndershëm vonesa në punë. Vonesa në punë. Rrim vonë, pastaj shkon 20 minuta, fillon ora e mësimit, ai pas 15 minuta hin në orë. Apo 20 minuta, apo i vjen një shok në zirën e vet, pastaj ju drejtohet fëmijëve, thot keni orë fiskulture. Rujna Zot, kjo është padrejtësi, kjo është që i mirët hakin nxënësave, fëmijëve të muslimanëve, apo jenë më një firmë tjetër, pa marrë parasysh që do koft, nëse vonohesh, vllavi jam, nuk e ke halal atë pasuri, atë rrogë që e merë për çato minuta që e vënu. Ke rënë dakord ti që të marrish qatë rrogë, të prezentojsh për ora 9 të rinë 5, ty vjen ora 9 të gjys, qato pare që të takojnë për gjysore, nuk e ke halal. Nuk e ke halal, përveç se me lejen e pronarit tënd. Do të thotë vënimi, gabimi që bëhen ti punëtorëve përgjithësi, bëhet vanesa në orarin e punës, Allah i na rujt. E dyta, Allah të ndershëm, është që humbin kohën dhe i hindër hak muslimanëve, është në orarin e punës merr lexon gazeta apo revista apo pret musafir apo pret dashamirt e tij. Vllavi ndershëm, në orarin të punës tënde që është të caktu, nuk guxon të lexosh revista, nuk guxon të lexosh libra, nuk guxon të presh musafir tuj, për shkak se i hindër hak shefit tant, ati që ke dhënë besën që të t'japish hakin, apo ju hindër hak nxënësave të muslimanëve, a nesër ti ke me dhënë llogari dhe përgjegjësi para Allahut subhanahu wa ta'ala. Gabimi tret, Allah të ndershëm, që duhet ta ketë përgjegjësi çdo punëtor dhe çdo përgjegjës që është dhënë posti dhe përgjegjësia se ai nesër ka me dal para Allahut subhanahu wa ta'ala. Ke kujdes, vllavi jam, mëse ti je një prej i këtij popullit, ti je vu me një post apo me një punë që ta shërbesh popullin tënd, ti shërbesh vëllezrit tuaj, mos ja vono procesin dhe punën atyre. Për shkak kafës tënde, apo bisedës tënde, apo një të njohshmit tënd, jo vonon me dhjetra muslimanëve punët atyre. Mos harro se Allah subhanahu wa ta'ala është bikqyrs. Mos harro se Allah subhanahu wa ta'ala të shef, edhe pse msher zyrën tënde, edhe pse i shlon roletat, Allahu e din ti a je të pi kafe, a je të punu, a je të bo tradhti, apo çka je të bo, edhe pse del dhe i thue ati vllavi tant, m'fal se kam punë, Allahu e din më mirë. Allahu është që e di të haptën dhe të fshehtën. Allahu e din atë çka na përshporitet në gjoksa tonë, për këtë të kena përgjegjësi, ta kujtojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, se ai është që na sheh Allah të ndershëm. Po ashtu vllavi jam i ndershëm, pasi që Allah subhanahu wa ta'ala ta ka mundësu që të jesh punëtor, ta shërbesh ummetin tënd, ta shërbesh shoqërinë tënde, atëherë mos u bën mendje madh. Mos u bën mendje madh, se Allah subhanahu wa ta'ala gjithë njerëzit nuk i ka bot një rangit. Allah subhanahu wa ta'ala gjithë njerëzit nuk i ka bot profesor, nuk i ka bot mësues, dikush është doktor, dikush profesor, dikush është punëtor, dikush është hamal, dikush është majstor, dikush është... Janë dajt profesionet, i kanë dajt Allah subhanahu wa ta'ala. Qa kish bo aj doktori, nëse nuk kish pas dikush hamal, t'ja mbaja teshat e ti. Qa kish bo aj? Qa kishin bo profesort nëse nuk kish pas mjeshtër? Kush do t'na ndrejt që e shtëpia tona? Po qka kish kon halli jon nëse nuk kishim pas mësus dhe profesor? Kush do t'na mësoj ke neve shkrim leximin? Qka do t'kish kon halli jon nëse në nuk kishim mjek kur të smuhna? Për këtë Allah të ndershëm, Allah subhanahu wa ta'ala i ka ndajt njerëzit në kategori që me kanë shërbetor i njëni tjetrit, që të shërben njëni tjetër Allah të ndershëm. Por atë post që ta ka zonë Allahu, mos u bon mendje madh, mere këshillën e Luqman el Hakimit,
i cili e këshilloi djalin e vet dhe i tha, Allahu na ka shkruajtur në Kur'an dhe na thot: "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha, inna Allah la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur." Allahu subhanahu wa ta'ala në tregon për Luqman al-Hakimin, kur e ka këshillu djalin e vet dhe i ka thonë: "O bir jam, thot mos e lako ftyrën tënde ndaj njerëzive. Vjen dikush një njeri që është pak më i ulët me shkollim se ti, apo ndoshta me psikologjin apo me mençurinë është më i ulët se ti. Dhe ai kur të vjen, kush ka ardhur? Dhe ty e kthen ftyrën tënde, do të thosh fal, hajde, fal. Do thot se s'kam kohë me ti më marr. Ruinazan, thot mos e lako ftyrën tënde njerëzive. Pa marrë parasysh kush do të jetë. Prite me buzëqeshje, prite shikoje në sytë, në mesin e syve. Dhe thuj, urdhno vllav jam, mos u bën mendje madh, a dhe mos hec të mbi tokë djalë jam, duke kallëzue mendje madhsi se kush jetë. Ti, mos hec mendje madh. Pse? Thot se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i don mendje madh dhe ato që lëvdrohen shumë. Në një jetë tjetër thot, ty që bosh mendje madh që jetë në tokë mendje madh, dhe mendon që jetë ti dikush, thot mos mendo se as tokën s'mush ta qash, pa as qiellin s'mush ta mbrish. A keni pa dhe një mendje madh që ka mbri në qiell? Jo. Keni pa dhe një mendje madh që e ka qa tokën të hec? Jo. Toka u ka qajt dhe ka shti do mendje mdhoj mbrenda. A më najse ne ka qajt tokën, Allah së të ndershëm. Do të thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në këshillon dhe mësim që të jena modest ndaj vëllezërive tonë. Pa marrë parasysh se kush të jetë dhe çfarë shkalla është ai njeri. Vllav jam, mësues i nderuar, punëtor i nderuar, mos e haro këtë ajet. Vjen nxënësi, mos u bën mendje madh edhe pse në klasa e parë. Ulu, dëgjoje hallin e tij me vëmendje. Mundohet t'ja shpjegosh në hallin e tij që është. Pejgamberi Allahut, Allah të ndershëm, a ka dikush më i mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Nuk ka në sipërfaqen e tokës. Allah e ka dalluar prej pejgamberëve. Ai është një pejgamber i Allahut. Vula e pejgamberëve, i ka zbrit Xhibrili mbi 7 kat qiell, ju ka zbrit shpallja Kur'ani, është kon komandant udhëhet suprem. Vëllezër të ndershëm, një fëmijës të vogël i ka vdek një zok. I ka vdek, ka shkuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka pa filon, ka thonë kush filoni? Ka thonë i ka cov zogi i vogël. Ka shku pejgamberi Allahut në ngushëllime, o vëllezër të ndershëm, një fëmijë të vogël, ngushëllime. I ka thonë, ja Aba Umair, ma fa'ala Nughair, o Aba Umair, çka të ndodhi me Nughairin, çka të ndodhi me zogin e vogël? Tha Sofi, ja Rasulallah. Ka shku pejgamberi Allahut në ngushëllime një fëmijës të vogël. Çështi atë fëmijë që e mëson, do thot, etë se fëmijë ty s'merr vesh, ja dreth pak veshin e në hec. Apo jeti një dokument me ja dhon, të shdon përgjegjësia për një dokument me ja dhon një muslimanit, apo një pa marr parasysh, mos ja plas dritaren, thuj hec se s'ta japi, rujna Zot, thuj a ka mundësi vllav jam, vetëm sa ta kriç këtë obligim, inshallah ti je në rand. Kështu vëllezër të ndershëm, na mëson feja Allahut subhanahu wa taala, kështu na mëson pejgamberi alayhi salatu wasalam, se i përket vëllezër të ndershëm, çfarë obligime ka punëtori, pa marrë parasysh çfarë do punëtori, çfarë lloj pune e bën, do të vazhdojmë inshallah në pjesën e ditë të hutbës, në pika të shkurta. Lutem Allahun subhanahu wa taala që Allah të na bën shërbetor të këtij ummeti, të na bën modest ndaj ummetit ton, të na bën të sjellshëm dhe të jemi që ja zgasmi dorën njëri tjetrit. Lut Allah subhanahu wa taala që Allah të na bën prej të devotshmive. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Vëllezër të ndershëm, çdo përgjithës që çdo një përgjithësi, mas pari vëllav jam, duhet të ketë sinqeritetin, duhet të bën veprën për Allahun subhanahu wa taala. Duhet mas pari atë fëmijë që mëson ta bësh për hir të Allahut subhanahu wa taala, plus rroga që të jepet shërbimi kohën tënde që e ke ndaj.
Kjo është e para. Edhe ati punëtor të cilët ke rënë dakord të punosh, të jesh i sinqert në punën tënde, mos të shtish hile punës tënde. Mos të shtish hile, ndalesh, ja shlon punën kolegëve tuaj, shokëve tuaj dhe ti mbron të nash kanë shtëpi e kam mbashtru valla. Jo valla, as kanë sot një fëmijë të vogël, s'mujsh me mbashtru. Mos flas në shokin tan, kolegan tan në punë. E dyta vëllazër të ndershëm, në veçanti për mësues ton dhe profesorat ton, të cilët kanë të bëjnë me nxënësat ton, ato vëllazër të ndershëm, ne jemi musliman elhamdulillah. Ne prededojmë dinin më të mirë dhe kjo është që e pranuar te Allahu subhanahu wa taala. Fëmijët gjithë i keni musliman të shqiptarëve. Që u dashurojmë fenë Allahut edhe pse jam mësues. Nuk është feja Allahut veç hoxha me kallzu ditën e xumon. Lazar, edhe mësues mund me lut një rol të madh dhe profesor. Që u dashurojnë fëmijëve ton fenë Allahut subhanahu wa taala. Në veçanti që t'ja tërheqin vërreqen fëmijëve ton në dysa libra të leximit që i mësojnë fëmijët ton, të cilët kanë thrasën në krishterizëm. Ja mësojnë fëmijëve ton me nga ke kanë t'ja dashurojnë krishterizmin, rujna Zotë Allah të ndershëm. Dikush mund të thotë tash, ku më krishterizëm sot në librat fillore? Po vëllezër të ndershëm, unë i kam parë në librat e fëmijëve të mi. A nuk është e vërtet se bredhi është i vizatuar në librin e mësimit që mësojnë? A nuk është bredhi është simbol i krishterëve për natën e vitit të ri? A nuk janë voët, vezët e Velikdenit që të ngjërosin fëmin ton me ngjyra? A nuk është Velikdeni i qafirave? A nuk është Baba Dimrin që ja qesën me vizatu ati? A nuk është Kriqi kurse Abollanta, a Kriqi është pak më i gatë se sa i është i Abollantave? Vëllezër të ndershëm, a keni pa në librat e abetareve tona që ka mësohen? E ne që kena mësu përgjithsi, duke thanë Ahmedi me Abdullahin po lujnë. Ska. A keni pa me thonë Mustafa me Hasanin? Petriti, Filani, do të thotë emra të cilët kanë kuptim të katolikëve, jo muslimanëve. Do të thotë vëllezër të ndershëm, ne duhet të kena përgjithsi, ne i mësojmë fëmin tonë. Thot leximi thot, mjeshtri e drejtoi macjen, e krijoi e krijoja. E krijoi macën, pastaj adhuroi shpirtin. Kjo është që fëmijës toni pengon. Shpirtin është që jep Allahu subhanahu wa taala. Allahu është që krijon, nuk krijon njerëzit. Këto janë gjelpona të rrezikshme, të cilët duhet shumë ngadalë me i kuptu. Lazar. E sidomos në këto copa të leximit, në këto vende ku janë mësues ton të ndershëm, që alon fëmin ton ka 5-6 orë në banka, dalëm dhe punojmë dhe kërkojmë, as pak nuk na shkon mendja se mësuesi mund na tradhton fëmijën ton. Ju kemi amanet. Ja kemi lënë mushknit tona në bank amanet. E në këtë raste t'ja hekna vërreqen fëmijëve, do thotë fëmijëve që mos të bien në këto gracka. Vëllezër të ndershëm, po ashtu prej hakit do thotë ka që mos ta mbashtrojmë askan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Men gasha laysa minna." Kush na mbashtron nuk është prej nesh. Nuk guxon me mbashtru shefin tan, nxënësin tan e kështu me radhë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, po ashtu është veprën që ta bësh në nivel të lartë, se pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë: "Allahu me të vërtet e don veprën e njeriu kur ta bën të përsosur." Allahu e don veprën e përsosur. E si cili prej nesh atë punë që e ka që ta bën të përsosur, lutem Allahun subhanahu wa taala që Allah të na bën prej atyre që jemi të kujdesshëm ndaj veprave tona, që t'i bëjmë veprat tona të përsosura ashtu si duhet, ashtu si na ka mësuar feja Allahu subhanahu wa taala. Lutem Allahun subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona. Lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu na falë mëkatet tona. Lutem Allahun subhanahu wa taala që Allah të na bashkon xhennetul firdaus me pejgambert e Allahut. Lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu t'ju ndihmon muslimanëve kudo që janë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.